Gjëra shumë man pozitive të mia, aty nuk kanë dalë. Vetëm kur zihesha me Esterin, kur zihesha me Albën, kur zihesha me Nurin, kur përqafoja Alimin, dhe kur kisha në një debat në përshpi kështu, po prit se sa të rritem edhe i qikë se do hiki. Thoshte mami, po ku do shkosh ti, ku do shkosh ti. Ndërsa erdhi pika, edhe ike. Edhe, po, me kaloj, po me shumë vështirësi. Ti momentalisht jeton akoma vetëm, apo? Jo, unë tani bashkëtoj. E pra, do dilja. Punë të shtëpisë, domethënë unë më duket sikur kam lindur duke bërë punë shtëpie. Me vërtet? Mami më ka thënë në punë të shtëpisë. Domethënë nuk e di, edhe gjithmonë tezja ime, edhe njerëzit e afërt i thoshin mami ti more shpirtin kësaj gocë, çfarë po i bën? Ty notarët më në afërt bësh edhe një fëmijë dhe ti e kurorëzove rrugtimin tënd? Një vajzë formuar nuk mund të dalë kurse si me një djalë kamarier. Nuk mund të martohet. Të gjithë gocat e dim këtë. Janë koshiente për këtë dhe unë jam më se sigurt për këtë gjën. Nuk e kam pas me kamarierin si figur ose me kamarierin si profesion. E kam pas me rrogën që kanë. Se jam zënë shumë keq me Ka thua, po që lidhje ka kjo kështë bërë follow, e që pasaj? O mami, si, po në qofë se i bëjmë follow një quni dhe i bëjë replay në story, që i ke shumë i mirë. Mami, të mbaroj pak këtu dhe të marrë prapë, rriqet që u dhe hap krahun diku.